Mirë se kjo ardhë. I masakrës burgu të Dobravës. Shoqatat burgosur bashkë me neve. Dhe kohën në ardhë, pse me vënes pak. Bashkë me gjithë këta shokët familjarë, të mbjetuar, plagosur që kjo ditë i të merron. Veç kur kujtohet, e lemu të përjetohet dhe jetohet në ato ditë. Shoqënia jonë nuk ka bu mjaftueshëm për këtë masakër, këtë burg, nuk ka bu mjaftueshëm sepse nuk është trajtuar si duhet, nuk është marrë gjykata sa duhet, prokurorët, institucionet kena ngritë zërin për çdo vjet kena përjetuar këtë gjendje, për çdo vjet kena thonë si këtë ditë do ta bëjmë këtë, edhe për çdo vjet ka met në heshtë nga institucionet e shtetit, nga drejtësia, po edhe nga politika, po edhe nga kuvende, po edhe nga qeveria, po edhe nga presidenca, si po ka Leona Fati, ku vje puna për mu zgjedhë dhe njerë për na bje nërmen. Dhe kështu jo është mirë mos në nërmen në këtë drejtim, po është me angazhu në këtë drejtim. Vje kushtuse të detyrës presidentit, kryetari kuvendit e në zgjedhjet e ardhshme, është mirë që në kuvendin e ardhshëm mi ngritë të çështje, mi angazhu dhe mi vendosë. Ne kena me emër me mbi emër me gjitha. Faleminderit shumë. Mendoj që pari u shumë për adresimin e krimeve të luftës si asnjëherë më parë, edhe me Institutin për krimet e luftës, edhe me gjykimin mungesë, sepse ju e dini shumë mirë që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Prandaj edhe kam teksuar disa herë që Serbia është bërë streh për kriminalët e luftës. Në momente të tilla të përkujtimit të vrarëve, në këtë rast të masakrës së Dubravës, ne duhet jemi bashkë që të mos na ndaj asgjë. Betejat politike natyrisht që i vazhdojmë, por sidomos kur bëhet fjalë për luftën, për viktimat e luftës, duhet jemi të unifikuar. Si ushtruese detyrës së presidentes do të angazhohem maksimalisht që të ketë drejtësi për krimet e luftës, përfshirë për masakrën e Dubravës. Edhe pse gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë akt akuza në këtë drejtim, ende duke pasur parasysh që krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë janë të shumta, masakrat, vrasjet, përdhunimet, shtëpitë e djegura, dëbimet, pra janë shumë, na duket pak në krahasim me krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Por, edhe njëherë zëtojmë që do të angazhohemi maksimalisht që të ketë drejtësi për këto krime. Ju jeni vetë mbjetuar i masakrës, Enver Dugollin po ashtu e kemi këtu, ne jemi me ju. E natyrisht që do ta keni mbështetjen e institucioneve të Republikës Kosovës në vazhdimsi. A din kundër Serbisë kur do ta keni? Unë e përmenda që gjatë periudhës së kaluar janë ndërmarrë veprime si asnjëherë më parë. Pra, strategjia për drejtsinë tranzicionale, Instituti për krimet e luftës, gjykimin mungesë, shtimi i kapaciteteve në polici dhe në prokurori për adresim të krimeve të luftës janë disa nga veprimet që i kemi adresuar. Padim për gjenocid e ka pasur në kompetencë Ministria e Drejtësisë, janë ndërmarrë veprime, por për shkak të ndjeshmërisë së kësaj çështje, unë nuk mund të them më tepër se kaq.